Për nan, pak e re ndoshta në moshë, mirë po tash jam e kompletuar. Unë i kam 2 fëmijë dhe tash në pritje jam të një fëmijë tjetër. Unë jam një nan, po ashtu edhe punoj. Edhe e di ç'do të thotë edhe me punë, edhe me fëmijë, edhe me gjitha. Unë për vete i mbri. Shumë sakrifikojnë se baballarët në këtë pjesë? Po, unë besoj që po, sepse ne normalisht edhe punojmë, po ashtu edhe duhet më marr pak më shumë me fëmijë, sepse jemi nana mbi të gjitha dhe Urat i lëm pak më për këtë nuk kanë punu, po e punë shtëpisë nuk kanë kohë më marr. Mirë po edhe gratë punojnë, mirë po kanë kohë edhe për familjen, për shtëpinë. E po, ne jemi gra dhe jemi në zonjat për gjithçka. Nga Peja. Nga Peja punone? Po. E çfarë merrni? Unë jam pianiste, punoj në shkollën e muzikës. Me një artiste pas kem punë. Faleminderit. Pianiste, të sa vite? Që sa vit jam pianiste, po mendona që punoj. Që punoni, që merrni. Unë punoj që një gati 10 vite dhe qysh e vogël, gati 20 vite merrem me piano. Sa mirë, e ka trashëguar dikush për familjes? Po, tash vajzën time, po kam filluar me mësu. Po, patjetër. Faleminderit. Faleminderit. Am tregon arti sot sa vlerësohet vendin tonë? Vlerësohet. Jo dha qaq me thonë si në qytete tjera, në shtete tjera, mirë po deri diku nuk është keq, edhe pse ne mundohemi me maksimumin, me nxënësit që i kemi, edhe pse është ku e vështirë tash, po e shohim edhe vetë, sidomos muzika klasike nuk është që vlerësohet si më herët, por ne mundohemi maksimumin dhe ka disa që janë adhurues të mëdhenj dhe normal që me ata punojmë më shumë. Cilat emra janë që ti ke pasur idol, që ke pasur dëshirë të shkosh në krah tyre si artiste? Unë i kam 2 profesoresha që jam rrit me to dhe jam frymëzimi më i madh. Është profesoresha Zana Basha, që e kam përfunduar shkollën fillore dhe të mesmen tek ajo dhe pastaj fakultetin dhe gjithë ato tek profesoresha Leila Pula, që i përshëndes shumë. Dhe ato më kanë jap kulturë muzikore aq të madhe sa që jam shumë krenare që kam qenë në mesin e tyre. Mrekulli. Për tek kësaj muzikës që e ke domethënë profesionin, çka të bën të lumtur në jetën tënde? Unë jam shumë e bekuar me shumë gjëra. Unë jam bërë nan, pak e re ndoshta në moshë, mirë po tash jam e kompletuar. Unë i kam 2 fëmijë dhe tash në pritje jam të një fëmijë tjetër. Dhe me të vërtet jam e plotësuar në çdo aspekt, si me punë, si me fëmijë, me familje dhe po besoj që familja është normal, mbas profesionin, mbas gjithave, ato është diçka shumë e shenjtë për mua. Kur ta e re, unë jam kurioz ta di nëse mundem, çfarë moshe e bën anë? Në moshën 23 vjeçare, si kam diplomu, unë menjëherë jam bërë nan, po pastaj edhe fëmijët, normal mi kanë sjell ato të mirat, unë kam hyrë punë, gjitha ato dhe nuk ndalem asnjëherë. Unë i kam fëmijët, po ashtu punoj, merrem edhe pak me kurse private, që i mësoj fëmijët, për mua fëmijët janë frymëzimi më i madh në jetën time. Po pjeka mamësi, sa ka të ndryshuar jetën, sa ndryshoi jeta jote? Ma ka ndryshu, po shqyqër që i kam fëmijë të shëndosh e mirë, edhe normal që ma ka ndryshu për të mirë, gjithmonë për të mirë flasim, edhe jam shumë krenare dhe shumë e lumtur me gjithçka që e kam jetë. Mungon ajo pjesë para se më martu? Jo, sepse tash normal e kam bo një moshë dhe nuk më mungon, i kam përfundu gjitha, kam studiu në Prishtina, kam punu atje, dhe tash nuk më mungon, sepse i kam gjëra tjera tash që veç duhet me i pas, një nan, një grua, një vajzë. Për ato vajza që mendojnë një herë karrierën, pas e lanë ku, domethënë pas martesës një kohë gjatë, e shtojnë me një plan. Çfarë mendimi? Nuk e di, është po besoj një fat. Normalisht dikush më herët, dikush më vonë, është mirë me i përfundu të gjitha. Unë ju sugjeroj të gjitha vajzave që normalisht një herë ta kryjnë shkollën, të hyjnë punë, fakultetin, pastaj martesa, gjitha ato, sepse kur je e zonja e vetës, normalisht që edhe në martesë je e zonja, edhe për fëmijët e tu dhe ke çfarë ju jap dhe çfarë i mëson. Kur jam të kjo pjesa më e rëndësishme e familjes, unë e di që punojnë të 2 palët, edhe baballarët, edhe nanat. Një parë më të madhe e ka nana në familje. Patjetër. Unë jam një nan, po ashtu edhe punoj. Edhe e di ç'do të thotë edhe me punë, edhe me fëmijë, edhe me gjitha. Unë për vete i mbri, shqyqër, e kam shëndetin radh parë, i mbri të gjitha, edhe pse nuk është as pak e lehtë, sepse mi tanë kohën me angazhime. Unë fëmijët i kam vajzën në klasë të parë dhe normalisht që duhet me u marrë me të më shumë. Por kur punon është ndryshe, por sakrifica gjithmonë duhet të jetë në mënyrë pozitive. A mendon që nanat më shumë sakrifikojnë se baballarët në këtë pjesë? Po, unë besoj që po, sepse ne normalisht edhe punojmë, po ashtu dhe duhet më marr pak më shumë me fëmijë, sepse
Jemi nana mbi të gjitha dhe Sa keni krah bashkëshortin? unë e kam në krah shumë, edhe e kam edhe për krahjen e tij në profesionin tim, po ashtu edhe tek fëmijët dhe për këtë jam shumë e lumtur dhe shumë krenare me bashkëshortin. Edhe pse ai punon shumë, mirë po gjithmonë mundohemi me gjetë një kohë për fëmijët, për punët e përbashkëta që i kemi. Po këto punët e shtëpisë, ndani bashkë? Apo është atë pura që E po burri punon më shumë dhe nuk ka shumë kohë, po mundohemi si. Pse është shoqëri që më shumë që burrat i lën pak më të përkthejë nuk kanë punu, po e punë shtëpisë nuk kanë kohë më marr. Mirë po edhe gratë punojnë, mirë po kanë kohë edhe për familjen, për shtëpinë. E po ne jemi gra dhe jemi në zonjat për gjithçka. Mund të jemi barabartë me këto. Jo, bashkë barabarta. E di që gratë gjithmonë thonë duhet barabartë, unë e di që duhemi me qenë, po prapë se prapë gruaja është gru dhe i kemi ma shumë gjërat, ma shumë ma të vështira, sepse burrat e kanë, këtu është mentaliteti. Prapë se prapë nuk mundemi me ndryshu atë mentalitet, por mbi të gjitha. A kishte dashur me ndryshu këtë mentalitet? Burr grua, si e sheh këtë relacionin? Ndoshta në disa familje, në disa që unë i dëgjoj ma shumë, po, pse jo, me ndryshu, sepse dikush shumë, ndoshta po tek familja ime nuk e kam problem, kështu që po besoj që jemi në rregull këtë aspekt. Po du gjitha grave, gjitha vajzave që dëshirojnë të bëhen nëna, çka kishte dashur të më thonë një mesazh, një këshill? Unë ju them, prapë po e them, që në radhë të parë duhet me qenë me kry normal fakultetin, me qenë në punë, e pastaj vinë edhe familja, edhe sepse familja është mbi të gjitha. Unë e shoh vetë që i kam përjetu të gjitha, unë familjen e kam numër 1, edhe pse punoj edhe krejt, kështu që unë mesazhi im është që të jenë të zonjat e vetit, e pastaj gjëra tjera vinë me radhë. Parakrasie, shiva këtë intervistë me juve. Të uroj më të mira, ty suksese mos të ndalëshin. Edhe një herë të uroj ditë mbar, më të mirat në jetë.